Sot do shikojmë disa shërbime me Gemini, që është programi i inteligjencës artificiale të Google-it, edhe Notebook LM, gjithashtu, edhe disa gjëra të tjera. Për të hapur Gemini, mund të shkojmë tek Google Apps, edhe ka këtë ikonën si neuron. Ose mund të shkojmë gemini.google.com. Tani, po i bëj një pyetje unë Gemini, sa për ta vënë në provë, dhe këtu poshtë janë edhe mënyrat e përgjigjes. Pas jep përgjigje të shpejtë. Kjo Thinking with Tre Pro jep një përgjigje më të thellë, por kuptohet që banon më shumë. Po e përzierim të Thinking dhe po i bëj një pyetje të ngatruar, për shembull, sikur të ishte gjallë Ismail Gjemali dhe të fliste studentëve të Vlorës, studentëve të Universitetit të Vlorës. Çfarë do të thoshte? Tani me qenë se i dham të opcionin Thinking, kjo bënon qik edhe njëkohësisht na jep edhe detajet e linjës së mendimit që po bën. Crafting the narrative, refining core themes, emphasizing knowledge power, honing the call to action. Edhe këtu më pas vjen përgjigja. Prit ta mbyllim të linjën e mendimit dhe të lexojmë vetë përgjigjen. Imagjinoni një sallë të mbushur plot në Universitetin Ismail Gjemali në Vlorë. Është heshtje absolute. Në podium gjitet një burr i mashuar me mjekën e bardhë karakteristike në vështrimin e tij të butë por depërtues pas syzeve. Ai rregullon jakën e kostumit, hedh syt nga dritaria ku duket deti i Vlorës dhe pastaj flet. Gjë e parë që mund të vëmë re është që edhe unë pse nuk e shkruajta një shifre të saktë me ë dhe me ç, Gemini e ka mësuar shifren perfekte me ë dhe me ç pa gabime. Kjo do të ishte me gjastë fjala e tij. Të dashur bitë mi, studentë të Vlorës dhe të gjithë Shqipërisë. Sot, ndërsa ju shoh në sy, nuk shoh thjesht linjën e një qyteti, por shoh ëndrrën për të cilën unë dhe shokët e mi rrezikuam gjithçka në atë nëntor të ftohtë të vitit 1912. Kur unë vita flamurin pak metra në tutje nga kjo sallë, Shqipëria ishte e varfër, e coptuar dhe në rrezik zhdukjeje. Sot ju keni diçka që ne na mungonte, lirinë për të mësuar dhe fuqinë për të zgjedhur. Sa bukur e paska shkruar. Po ta lexosh të gjithën është fantastike, se unë kam provuar të shoh edhe më përpara. Mund të bëjmë një pyetje matematike? Patjetër, do t'ja bëjmë edhe një pyetje matematike. Vetëm po e shoh pak deri në fund, dia është pavarësia e vërtet. Unë do ta postoj këtë përgjigje sepse është një përgjigje vërtet fantastike. Domethënë që edhe 90% e njerëzve nuk japin dot këtë njerëzit e shkolluar nuk japin dot një përgjigje të tillë. Edhe kjo më vë edhe në dilemë, në dyshim që çfarë vlerë kam unë që kam bërë kaq shumë vjet shkollë, që kam shumë eksperiencë dhe nuk jap dot një përgjigje të tillë kur këtë e bën Gemini para mirë. Kam parë që mbi këtë një. Jo, këtu mund ta ketë gabuar, se mund të thoshte jo paça. Për shembull, mund të bëj edhe një gabim, po. Nuk e kam lexuar gjithë, ndoshta ka thënë, po do kishte kuptim thoshte jo paça. Paça ka kuptim. Po. Jo paça bie. Mund të ketë bërë një gabim, por që po ta shikosh është plot me mendime dhe me thellësi. Arti i mrekullueshëm. Arti i mrekullueshëm. Edhe jo arti i mrekullueshëm, po me mendim, me logjik, me thellësi, gjëra të sakta, gjëra të vërteta. Nuk e di se nga e ka gjetur si nxjerrë, nuk e zori më nuk e di. Tani po ta vazhdoj diskutimin dhe ti them për shembull, ti bëj një pyetje tjetër në vazhdim të kësaj. Aldo thoshte Ismail Beu ndonjë gjë për inteligjencën artificiale.
Edhe prapë në mënyrën thinking bënoj pak, por që besoj do nxjerr diçka. Ndërkohë unë pak një tab tjetër dhe po vim gati një pyetje tjetër matematike. Ajo le të vazhdoj atje. Gemini.google.com. Nga që është era e parë që e hap më ndjerë sa gjëra kështu. Okej. Dhe që kam gati pyetjen, ja bëj unë. Po bëj. Nga si hiqet tangentja, si hiqen tangentet ndaj një rreth si të rënë nga një pikë e rënë, vetëm me vizore, pa kompas. Pa, kështu aty. Si hiqen tangjentet nga një pikë e rënë, nga një pikë e rënë ndaj një rreth të rënë. Vetëm me vizore. Në kroata më të shtosh pa kompas. vetëm me vizore, pa kompas. Kjo është një pyetje shumë e thjeshtë për Gjeni. Unë mendova se do t'i thoshe që të vërtetoj diçka, se bën edhe gjëra të tilla, domethënë, por që kjo është pyetje. E provojmë. Dali tash. Ndërkohë sa gjej përgjigjen Gemini, po shikojmë përgjigjen për inteligjencën artificiale. Patjetër shikoj, Ismail Qemali është një intelektual i formuar në Perëndim dhe në Lindje, një njerëz që kuptonte rëndësinë e modernizimit. Ai përdori telegrafin, teknologjinë e fundit të kohës për të koordinuar shpalljen e pavarësisë. Si një burr i urtë, diplomat dhe vizionar, ai nuk do ta kishte frikë teknologjinë, por do kishte frikë nga përdorimi i saj pa logjik dhe pa moral. Duke ruajtur stilin e tij prej babait të kombit, ja çfarë mund të thoshte ai për inteligjencën artificiale. Mendja e makinerisë dhe shpirti i njeriu. Kam dëgjuar vite mirë për këtë shpikë të re, për këtë mendje që nuk flakur, që di gjithçka që është shkruar dhe që u përgjigjet pyetjeve tuaja më shpejt se rrofeja. Po i vëllë data vetes. Mos e keni frikë progresin e përdorën telegrafin, por keni kujdes, kam dy fjalë për këtë nik të ri që keni futur në mes, makineria ka kujdes, por njeriu ka gjykim. Mbrojeni gjuhën shqipe në epokën digjitale, mos lejoni të gënjejnë si tuaj. Dhe së fundmi, mos harroni, kjo inteligjencë është krijuar nga njeriu, ajo është pasqyrë e atij që e ushqen. Nëse ju jeni të ditur, të drejtë e fisnik, edhe mjeti juaj do të jetë i tillë. Por nëse ju jeni dembel dhe jalini asaj të mendoj për ju, atëherë mirë Shqipëria për rinin që po rrit. E ka thënë shumë bukur. Tani përgjigja për këtë pyetje matematike. Kjo është një problem klasik i gjeometrisë projektive. Ndërtimi i tangjenteve nga një pikë jashtme ndaj një rrethi duke përdorur vetëm vizore pa kompas është i mundur. Ky ndërtim bazohet në vetit e katëkëndshit të plotë të brendashkruar në rreth dhe konceptin e poleve dhe polareve. Koncepti kryesor, qëllimi ynë është të gjejmë dy pika në rreth ku tangjentet do ta prekin atë. Nëse i gjejmë këto dy pika, thjesht përdorim vizoren për të lidhur ato me pikën e dhënë P, derisa që bashkon këto dy pika kontakti quhet polarja e pikës P në lidhje me është saktë? Është fjalë që s'e kam dëgjuar ndonjëherë, prandaj. Metoda e poshtme na lejon të ndërtojmë këtë drejtës polare duke përdorur vetëm vizore. Këtu mund të ketë gabim polarja, mund të jetë polarja. Se ka bërë me L. Polare, po e ka shkruar gabim. Të dhënat një rreth C, një pikë P jashtë rrethit, mjeti vetëm një vizore e thjeshtë, pa ndarje. Pra vizore pa matje. Po, vetëm që po vizat drejta. Procedura pasapi hapi një ishni 2 sekante të çfarëdoshme nga pika P. Nga pika P vizatoni dy drejza të ndryshme që e presin rrethin. Drejza e parë e pret rrethin me 2 pika. Le t'i quajmë ato A dhe B. Renditja në drejtës është PAB. Drejza e dytë e pret rrethin në 2 pika të tjera. Le t'i quajmë ato C dhe D. Renditja në drejtës është PCD. Tani kemi 4 pika në rreth, A, B, C, D. Hapi 2. Gjeni pikpyerjen e parë të brendshme, pika Q. Me vizore vizatoni drejtën që lidh pikën A me pikën C. Me vizore vizatoni drejtën që lidh pikën B me pikën D. Këto dy drejta, AC dhe BD, do të priten në një pikë brenda rrethit. Le ta quajmë të pikë Q. Gjeni pikpyerjen e dytë të brendshme, pika R.
me vizore, vizatoni brezën që lidh tani Saktë kanë këtë tash. për ta ndjekur unë këtë, do të shaliz ato se unë ta imagjinoj. Mund të prodhoj figurë kjo apo Po mund ta pyesim. Për shembull, çfarë programi ka që prodhon figura? Për shembull, është ajo GeoGebra? GeoGebra. Okej. Si ta pyesim? A mund të bësh një figurë me GeoGebra apo shumë dhe mund të ilustrosh me GeoGebra? A mund ta ilustrosh me GeoGebra? GeoGebra. Tani kjo thot Lodi Nano Banana Pro, është një modul tjetër i cili prodhon imazhe, duket, nuk e di, është moduli i imazheve. Domethënë, meqense i kërkon ilustrosh, kam shkruar të keq në skali. E kupton. Ky modaliteti thinking duhet të jetë i kufizuar, besoj. Se ChatGPT ai duhet të jetë i kufizuar ne si shpresoj të mos jetë, po ne si universitet e kemi të pakufizuar. Nëse përdor Gmailin si individual, shumë si person, duhet paguash që ta përdorësh, besoj. Po me sa duket, unë nuk shoh në kufizim, unë shikoj se nuk e ke ndeshur kufizimet. Jo. Unë kam punuar shumë atë kam punuar fakt. Unë më kënaqur me atë ChatGPT. Këtë që na ofron universiteti. Unë kam provuar në modalitetin thinking, nuk ishte shpëtuar. Po, ndoshta ne ka shtuar në fund, se këto evolojnë, domethënë zhvillohen. Po patjetër, meqense nuk mund të ndërtoj një aplet interaktiv këtu, kam krijuar një ilustrim vizual që tregon saktësisht se si duket ndërtimi në GeoGebra pasi të ketë përfunduar. Nuk kanë tregon programi, por vetëm ilustrimin. Apo jo, është programi, kod snippet. Jo, është SVG, është imazh. Tani çfarë bëjmë si mund ta bësh atë? Po, si mund ta bëjmë? Ta realizoni këtë në GeoGebra pastaj. Këtu na jep hapat në GeoGebra, po kam një pyetje time kështu. Më ke kësaj loje dhe ChatGPT më bën përgjigje nuk bindi. Po nëse pika është në rreth, se kjo mori rastin kur pika ishte jashtë rrethit. Po nëse pika është në rreth, si ndërtohet tangjentja e vetme? Po pika është në rreth. Po mund ta vazhdojmë në këtë linjë domethënë. Ose mund të modifikojmë pyetjen e parë. Mund ta editojmë pyetjen e parë apo ta modifikojmë? Tregosi, po. Shiko, mund të shkohet lart tek pyetja edhe ka një mënyrë edit ajo që editon pyetjen. Ja, është pyetja këtu? Jo tani se bëjmë dot edit, meqense kemi vazhduar diskutimin më poshtë. Zakonisht ka dhe një buton edit që mund ta ndryshosh pyetjen dhe të jep përgjigjen për pyetjen e modifikuar. Por mund ta vazhdojmë këtu më poshtë. Po nëse pika ndodhet në rreth. Si ndërtohet tangjentja? Vetëm me vizore. Tani këtë vetëm me vizore ajo e mban nga konteksti, nuk është mund t'ia shtojmë, po ajo e ka nga pyetja e mbarshme, ka kontekstin e pyetjes së mbarshme. Po nëse pika ndodhet në rreth, si ndërtohet tangjentja? Se ky është rast i veçantë, ka mënyrë tjetër, Po, veçantë mënyrë se ajo mënyra ishte. Po. Tani kjo na ngatron dhe imazhin, se do përpiqet që ta bëj me imazh prapë, me pyetja e mbarshme në kontekst ishte me imazh. Edhe do përpiqet që ta bëj me imazh prapë. Çfarë problemi ne për të mos e bëj këtë domethënë, që ti referoni pyetjes së mbarshme. Okej. Tani i them një stop këtu. Stop response, edit, pa imazh vetëm udhëzimet. Shtoj edhe atë vetëm me vizore, për siguri tash. Po. Ja po heq këtë imazh. Pa figurë vetëm udhëzimet. Prapë në nano banane, no? Po pyetje e harroj. Okej. Dakor, kalojmë, hapim një pyetje të re këtu, një chat. Shkojmë tek pyetja, ta kopjojmë atë pyetjen.
ta kopjojmë pyetjen edhe ta modifikojmë. Atëherë e kopjova këtu, control copy, shkojmë tek një fshat, control V, si që tangjenta nga një pikë e dhënë nga një rreth të dhënë, kur pika ndodhet në këtë rreth, vetëm me vizore, pa kompas. Tangjentet bëj e njëjës, se mos e keq kupton. Tangjentja, është e vetme. Nga një pikë e dhënë nga një rreth të dhënë, kur pika ndodhet në rreth, kur pika ndodhet në rreth. Vetëm me vizore pa kompas. Sepse kjo i mban mend edhe pyetjet, edhe mund t'i kesh një diskutimi që kjo e kanë chat më parë në listë diskutimi. Ndërtimi i tangjentës në një pikë të rrethit duke përdorur vetëm vizore. Kjo ka në rregull. ChatGPT kishte gabim. Kjo ka zë teoremën e Pascalit. Okej. Ti e kupton që sa vjen akoma ta mbjek. Nëse në rregull, po edhe shikoj, përdor edhe shenja të sakta matematike me që besoj bën me LaTeX, nuk e di në çfarë bën. Me LaTeX. Mund t'i kërkosh këtë, më jep përgjigjen e LaTeX ose më. Po. Unë përdor shpesh në këtë. Po mund të thosh ma këtë përgjigjen LaTeX. Në LaTeX, po. Mirë, po ChatGPT ka punuar sepse kam qenë më i kënaqur, por ndoshta kam bërë gabim që s'kam parë të sikin, më njëherë unë vetë për ditë bockë. Ose sepse në një mesazhin, sepse kjo ka këto tools për shkakun, mund të krijosh edhe imazhe ose kjo ka mbasish për programim për shkakun. Unë kam provuar, i kam më bëj një faqe për këtë gjë, për shkakun, faqe web ose më bëj një program kështu. Sepse ka edhe toolse të ndryshme që janë më të përshtatshme për detyra të ndryshme. Tani një shembull që doja ta provoj unë që e kam provuar edhe në para dhe ka dhënë rezultat mirë, domethënë. Po i them për shembull më bëj një quiz me 5 pyetje rreth komandave të Linuxit. Shumë të zënë se do bëj një provim për nxënësit, unë e bëra 5 për ta ashtu, po më bësh në 10-15 pyetje. Edhe të të ndihmoj që të bësh një provim, po përgatitesh një provim. Metodë. Po. Duke formuluar quiz për studentët. Po. Quiz komandat e Linuxit, cila komandë përdoret për të listuar skedarët dosje direktori? Okej, ls. Cila komandë përdoret për të krijuar një dosje direktori të re? Okej. Pyetje elementare, por që shumë të bukura, domethënë. Përgjigjet e sakta, jep edhe përgjigjet. Tani një gjë tjetër që e provon, i thash për shembull si mund të ndërtoj një Google Forms për këtë quiz. Dua të ndërtoj një Google Forms për këtë quiz. Sepse në këtë formë që është kjo, ose do t'i kopjoj, do t'i printoj edhe do t'a shumë në letër, ose do i kalosh linkun apo jo? Kurdo? Krijo një tip linku. Jo, kjo kur e provova, nuk e di çfarë do nxjerrë tani, po kur e provova, më nxori një skript. Edhe me atë skript mund të ndërtosh një Google Forms automatikisht. Domethënë më dha kodin që ndërton një sip. Tani nuk e di çfarë do nxjerrë këtë radhë. Hapi parë konfigurator, këtu ti jep udhëzimet. Po unë do t'i them që më ndërton një skript. Më ndërton një skript për ta krijuar
formën automatikisht. Skripti çfarë është? Skripti është një program JavaScript shumë, në një gjuhë të caktuar. Domethënë është Konkretisht si funksionon? Funksionon sepse Jo, çfarë bëj unë përdoruesi kam thënë. Po. Ajo ato detajet informatike. Po në nxorë skript ne do ta bëjmë ne. Po mund ta bësh të duke përdorur Google Apps Script. Kjo do të gjeneroj formën, do ta kthej në quiz, do të shtoj pyetjet, ndiq të hapja editorit të skripteve. Atëherë ja, po më thotë kjo se si do ta bëj. Hap editorin e skripteve që është skripti google.com. Krijo butonin majtas lart, new project. Fshije kodin që është aty dhe bëj paste kodin e më poshtëm. Edhe kodi i skriptit është këtu. Atëherë po e kopjoj. HTML është apo Kjo është JavaScript. Është fix JavaScript. Po me JavaScript se unë kam dëgjuar vetëm si emër, nuk e kam. Po edhe unë nuk e di shumë mirë, po që kur thotë copy paste, kur është tip gjuhë programimi? Po. Është edhe është aksesuar nga browseri? Po, punon në browser. JavaScript është gjuha numër 1 e programimit sot për sot, sepse është gjuha që punon në browser dhe tendenca sot është që çdo gjë të bëhet nëpërmjet webit, në browser. Gjitha këto Google Apps e ku ta diun janë të ndërtuara me JavaScript. Do të gjitha kanë bazën JavaScript. Dhe jo vetëm to, çdo gjë tjetër domethënë në web. Atëherë, kjo thot new project. Thot fshije këtë funksionin, do ta fshij këtë. Më duket se e kopjova, po e bëj paste, Ctrl V. Ky është programi që ndërton atë formën. Tani ç'a kam poshtë? Ja e kopjova këtë. Bëra paste. Ekzekutimi. Klikoj ikonën e ruajtjes. Klikoj ikonën e ruajtjes që është kjo, ruaj. Kliko butonin Run në shiftin lart. Kliko butonin Run. Authorization required. E kam në qik internetin në dalë se e kam nga telefoni. User 1. Këtu jenë accountin tënd apo? Jo, kam për një account shembull. User 1 është account shembull sa për të training. Autorizimin kush e marr? User 1. Sepse jam duke punuar autorizimi aju domethënë IT-ja. Jo, është brenda Google Script ku ta diun këto account, my account, domethënë që kjo tani ky skripti do krijojë një Google Forms në accountin e User 1 dhe që ta bëj këtë do një farë autorizimi nga User 1. Unë kështu e kuptoj. Forma u krijua me sukses, linku për editim. Ky është linku i formës, ja po e hapun. Mund ta bësh një quiz për 5 minuta. Linku për editimin e formës, pap edhe linkun e publikimit. Domethënë aty ku jepën përgjigjet. Okej, e kam ndërtuar, megjithatë po I kontrolloj një herë këto settings. Po shkoj një tek settings, release grades. Po I them immediately after each submission, sepse dua që të më jap atë përgjigjen e saktë direkt pas nuk e di nëse I ka dhënë përgjigjet tu, duke këtë thënë përgjigjet answer key. Po e ka dhënë përgjigjen e saktë, po. Tani unë po e testoj këtë quiz. Kjo është ajo që do shikojnë student, shumë, cila komandë përdoret për të listuar skedarët dhe dosjet në vendodhjen aktuale. Kjo është përgjigje e saktë. Cila komandë përdoret për të krijuar një dosje direktori të re. Kjo është përgjigje e saktë, megjithatë unë po e bëj gabim sa për ta testuar. Çfarë funksioni kryen komanda print pwd, ndryshon kalkulimin e përdoruesit, printon direktorinë aktuale ku ndodhesh, Cila komandë përdoret për të ndryshuar lejet e një skedari, change mode. Cila komandë të lejon të kërkosh për një tekst specifik brenda një skedari.
Kjo është përgjigje saktë, po i them Sabin. View accuracy, meqense zgjodha atë të s'mi tregon kjo, ku të s'mi tregon çka kam mirë, çka kam gabim këtu. Do të ketë lidhje me settings këtu, diçka aty te settings. Po që me këtë mund ta ndërtosh një kujt shumë shpejt, domethënë që është shumë e dobishme, edhe për mbajtjen e kujtit edhe formën edhe atë. Në rregull, e mbyllim këtë. Tani të kalojmë tek notebook LM. Unë nuk është se i di shumë mirë atë si përdoret me notebook LM, thjesht i kam vëllë një stuj, po që mund ta provojmë. Çfarë është kjo notebook? Notebook LM edhe kjo ka lidhje me inteligjencën artificiale, ja po e hapim këtu tek apps, notebook. Por, kjo kërkon që të ngarkosh disa dokumente, që janë dokumentet e tua, dokumentet e punës, dokumentet e universitetit, e këta dion. Dhe përgjigjen që jep të bazuar në informacionin që nga këto. Pra, ka inteligjencën e përgjithshme që e ka grumbulluar nga interneti, po ndërkohë përdor edhe këto dokumente që ngarkon ti për të dhënë një përgjigje më specifike. Create new notebook, upload sources, po përpiqem të ngarkoj diçka ku i kam download. Okej, këto janë skedat PDF, që është rregulloria e Universitetit Statuti detyrat funksionale. Po e provoj një me këto. Tani kjo është si një faqe projekti. Unë e kam zmadhuar në çik rezolucionin, i kam zmadhuar në çik shkruajnë dhe në çik e vogël. Po të kesh një ekran më të madh, ndoshta duket edhe pak më mirë, se është pak si e mbi ngarkuar, shumë sa shikoj. Tani, ajo i ngarkoj këto, tani po i bëj një pyetje unë për shembull, një pyetje, kush mund të bëj trajnime? Kush mund të bëj trajnime në UB? Dhe kjo tani përgjigjen që do japi, do ta bëj duke u konsultuar te këto dokumentat që kam ngarkuar. Aktivitetet e trajnimit dhe zhvillimit në Universitetin Stefan Qemali ofrojnë ose koordinojnë nga disa struktura të brendshme, duke drejtuar si stafi të brendshëm ashtu edhe palëve të interesuar jashtë universitetit. Përpiqet që të gjej një një përgjigje të bazuar në ato dokumenta. A është i detyruar frekuentimi në kurset bachelor? A është i detyrueshëm nuk e di janë do të këj informacion në këto dokumenta, megjithatë ajo mund të gjej në një gjë, ndoshta edhe jashtë këtyre dokumentave, nuk e di. Kjo faktikisht mund të përdoret edhe për research, do të thënë, i ngarkon disa paper edhe mund të t'i përpunoj dhe të mbështet si atë që e duke ndërtuar ti, për shembull, ose të gjej referenca, ose t'i prodhoj ato referenca. Frekuentimi në kurset e studimit është i rregulluar si poshtë, detyrimi i frekuentimit për leksione. Përqindja e frekuentimit të detyrueshëm në leksione përcaktohet nga çdo titullar i lëndës dhe duhet të pasurohet në silabusën në përkatës të lëndës. Kjo është referenca këtu. Ku e gjen këtë informacion? Për seminaret, frekuentimi i seminareve është i detyrueshëm në masën 75%. Nëse student nuk ka frekuentuar seminaret në këtë masë, ai nuk lejohet të hyjë në provimin përfundimtar të lëndës. Të sakta i ka këta? Se ke gjendë. Atë do të thoshë kush referent, më tregon pak referencë. Po. Unë e di se ishte 75% në kompleks leksione për seminare. Referenca është Prit, nuk e s'po e kuptoj edhe thonë. E klipoj atë? Okej. Kjo është rregulloria e fundit. Rregullore UV, po. E ka gjutë të kjo pika
2 dhe 3 dhe 4 dhe 5 ku janë ato në 189. Në 189.2. Frekuentimi seminarëve është detyrueshëm në masë 75%. Studenti që nuk ka frekuentuar seminare në masë 75% nuk vinë në provimin përfunditar të lëndës. Edhe këto gjërat e tjera domethënë. Okej, kuptoj. Dhe një pyetje tjetër, ka pedagog kur ka pedagog të drejtë të rastin mbledhjet të departamentit? Ka dhe në ç'kusht, të cilat janë kushtet? Ka të drejtë pedagog të rastin mbledhjet të departamentit, në këto kaq se kuptova. Mund t'i bësh pyetje pasuese pastaj, nëse gjëja nuk është shumë e saktë, mund ta pasosh me pyetje tjera. A ka të drejtë kush? Pedagog ose personeli akademik në listë të quajnë pedagog. Se kuptoj, pedagogu? A ka drejtë pedagogu të rast? Mbledhje të departamentit. Një ses bazë të që shkojnë të. A ka drejtë pedagogu të rast mbledhje të departamentit? Bazuar në burime, drejtuesi i departamentit ka drejtë të rast dhe të drejtojë mbledhjet e departamentit. Megjithatë, burimet tregojnë se pedagogët si anëtarë të departamentit mund të iniciojnë thirrjen e një mbledhjeje. E drejta për të thirrur një mbledhje departamenti përveç drejtuesit, drejtuesi i departamentit ka të drejtë të rast mbledhjen jashtëtare ose të veçantë, emergjente se ajo që kërkohet nga shumica e anëtarëve të departamentit. Kjo nuk kupton që një pedagog i zakonshëm, antar i departamentit, nuk e thret mbledhjen direkt, por bashkë me shumicën e anëtarëve mund të kërkojë thirrjen e saj nga drejtuesi i departamentit. Pra, nuk mund ta thresë vetë pedagogu, por diçka e tillë, po. Po. Procedura e mbledhjes së departamentit, drejtuesi i njësisë bazë drejton njësi bazë, siç e the atje. Kjo se ashtu gjë si duket në dokumenta. Drejtuesi i njësisë bazë drejton mbledhjen e departamentit në takime të programuara ose sipas rastit edhe të veçanta. Mbledhja e departamentit nuk mund të organizohet pa qenë shumica e anëtarëve prezent. Vendimet e departamentit merren me shumicën e thjeshtë të anëtarëve e kështu me radhë. Tani, kjo ka dhe ca gjëra të tjera këtu, audio overview, mund të krijoj një podcast bazuar në këto dokumenta. Për shembull, ta zëm se ai dokumenti ishte një libër, kjo ose diçka tjetër, për shembull, një artikull, mund të gjenerojë një tip podcasti. Tani këto besoj që merr pak më shumë kohë, edhe kemi as box këtu që ta dëgjojnë. Video overview, mund të krijoj një video që shpjegon këtë gjë që janë përmbajtjen që kanë këto dokumenta. Po të ishin dokumentat të përshtatshme për video. Ndoshta për çdo lloj dokumenti e bën, por që për disa lloj dokumentash mund të mos ketë shumë kuptim një video sqaruese. Mind map, generate artificial intelligence mind map based on your sources. Po e provoj një ton. Po punon këtu. Okej. Raporte. Gjeneron raporte bazuar në këto burime. Flashcards. Këto stëdim që flashcards based on your sources. Mund të krijoj një quiz interaktiv bazuar në këto burime. Shumë nëse do ishin materialet e një leksioni, për shembull, i them gjeneroj një quiz për këto materiale. Kjo është leksion edhe. Infographic, generate an AI infographic based on your source, slide deck. Mund të gjeneroj një prezantim, mund të krijoj një prezantim të bazuar në këto informacione. Tani, është pa të treru këtë mind map, po hajde të shikojmë njërin nga këto që është. Atëherë, mind map është si një tip teme interaktive. Universiteti Ismail Qemali, tani çka ka krijuar nga ato dhëna, po them shumë organet dhe autoritetet drejtuese. Këtu ka për të vazhduar më tej për ta zgjeruar servicën më avizit. Domethënë bazuar në ato informacione që ka gjetur në këto dokumentacione, ka ndërtuar një tip strukture hierarkike. Kjo është mind map.
çka ka këtu për shembull. Këtej nuk kam të di, po klikoj këtu, çfarë më nxjerr këtu? Më nxjerr ato pjesë të dokumentit që kanë lidhje me këtë organin më i lartë akademik. Më nxjerr këtu. Pra, kur klikova atë kjo, organi më i lartë kolegjial akademik, më nxori këto informacionet këtu, që janë informacionet në këto dokumenta që kanë lidhje me këtë element. Kështu në radhë. Atë po e mbyllim edhe me këtë notebook LM, as nuk si ta përdor tamam, as nuk e kam përdorur shpesh, por që është shumë e dobishme dhe mund përdoret edhe për research, domethënë për të krijuar ato artikuj që publikojnë, për shembull, të ndihmon me referenca me gjëra apo diçka e tillë. Tani doja të tregoja diçka edhe për të ndërtuar diagrama. Si të bëjmë disa diagrama. Është ky aplikacioni online që është shumë i mirë për diagrama. Dhe kthej në pra si quhet ai diagram? app.diagrams.net. app.diagrams.net. Këtej kemi disa elemente që mund t'i vëmë në diagram. Për shembull, po marr këtë si cloud, po marr një box, vendos këtu, po marr këtë tjetër. Po diçka me dorë të lirë, bashkësi edhe Ka dhe me dorë të lirë, kjo duhet të jetë me dorë të lirë, besoj, freehand, brush. Mund të zgjedhë se si e do atë vizatimin. Viza që trashësia me këto që provoj automatikisht më duk mirë. Diçka e tillë, mund të bësh. Atëherë, kjo ka dhe undo, po e heq këto, nëse ke bërë diçka gabim mund ta kesh mbrapsht, sa e duash. Mund të marrë një shigjet këtu për shembull. Kur të bërë kjo me këto 4 shigjetat e barta, e merr lëviz të zhvendos. E lidh me këtë pikë këtu. Po marr të shigjetën tjetër për shembull. Ka këtu. Po e lidh te kjo këtu. Tani kur lidhen këto, nëse lëviz një figurën, lëviz edhe maja e shigjetës, sepse ka bërë atë ka bërë lidhje më shumë me këtë pikë të kësaj fare. Tani supozojmë se do ta ruaj. I them unsave changes, click here to save. Tani kemi disa opsione për ta ruajtur këtë imazh. Opsioni i parë është që mund ta ruajmë në Google Drive. Por mund ta ruajmë edhe në device. Kur është device është kompjuteri që po punoj. Ka edhe këto opsionet e tjera, Dropbox, OneDrive, e tjera, por device është kompjuteri ku po punoj. Save. Ja ta shikojmë. XML file, po save as type XML file. Domethënë formati është format XML. Nuk e di nëse e ke parasysh. Nuk e di. Okej, po ruaj test 1. XML është file imazhi apo e kam vënë? Jo, XML është tekst. Me etiketa si punë HTML-s, por që nuk është HTML, është për gjëra të tjera. Prit. The documents. Jo, kjo i ka shtuar pa përshtatën pik Drojo. Me çfarë mund ta hapim këtë që ta shikoj open që ta shikoj editing notepad. Ta shikoj çka ka brenda. Ja, brenda është skedar tekst me këto etiketa. Kjo është XML. Do të thotë si puna e HTML-s, po ka etiketa të tjera sipas një po çfarë shërben? Kjo shërben për të mbajtur informacion të strukturuar, informacion në formë teme.
Por Si kjo është ekzekuton për parë imazhin se në fund. është markup language. ML është markup language. X extended. Çe ekzekuton këtë? Browseri si funksionon? Këtë Për të parë imazhin se në fund. për të marrë imazhin mund ta bësh eksport aty. Kjo është për të ruajtur atë vizatimin. Nëse do të marrësh imazhin, i bën eksport. Tek file export as edhe i thua PNG, JPG, SVG, PDF, po duash, po i them njerë PNG, export PNG. Ok, këto stimavesh në rregull. Po e ka ruajtur këtë device, pra do ta ruaj në kompjuterin lokal, save. Tani shkoj tek kjo. Do të jetë një test një pikë, nuk e di, tek documents apo të download. Jo, këtu. Kjo është PNG file. Është se ka .dojo.png, është tipi PNG file. Tek download se ka ruajtur. Tani po ta bëj double click në këtë. Me çata, me fotos. Ata apin me fotos tash. PNG, ha. Do ta hapim me fotos. Po. Ndoshta kjo s'është programi i përshtatshëm për të hapur imazhe, po që e tregon këtë. Dhe kur e ruajmë këtë PNG, ndoshta mund ta bëjmë transparent background-in, nuk e di. Disa nga opsionet mund të ishin edhe që ta bësh transparent. Jo ta shikojmë një. Ai ka këtë opsion. File export as ose nuk e di, PNG mund ta suportoj formatin transparent ose jo. Transparent background, no? Disa diagrama janë në mirë me background transparent, disa janë në mirë me background të bardhë, ashtu. Jam cancel. Këto janë disa elemente që mund të përdoren për diagram, që janë të grupuara te kjo general, që janë, por kemi edhe elemente të tjera të ndryshme që mund të përdoren. Mbetur i ruajtur aty për ta modifikuar më vonë, për të rikthyer më vonë. Po, nëse do t'i rikthejmë më vonë, ajo që bën save-ne mund ta ngarkojmë. Për shembull, po e hap edhe një herë në një faqe tjetër këtë. Ose po i them close, file close. Tani kjo si diagrami mbyll. Tani nëse do të modifikoj atë që bëra më përpara. Këtu tek file open from device. Device është lokal. Tani kemi çfarë do të thotë sa më njerëz. Po hap këtë filin që ruajta test1.drojo, edhe kjo thotë type drojo file. Do të jetë fili është fali i saj. Ky është fali XML që apo fali XML. Ky është fali XML që ruajtur. Pra, kjo XML-i ruan ato për shembull formën për masat, location, vendodhjen, lidhjen e formës me format e tjera, me shigjetën. Pra, po ta hapësh këtë skedar, ke gjithë diagramën. Hapi direkt kështu ajo. Pa problem. Nëse po punojmë me browserin, ky është programi i instaluar në kompjuter. Jo, ky është programi i instaluar në kompjuter, po ajo mund të ngarkojë një program nga kompjuteri dhe ta përdori, ta hap aty. Edhe kur e ruan një format të caktuar XML. Po, mund ta ruash në Thuash një vet, si mos. Po është vetë formati që e ka gjeneruar vetë, nuk ka se si mos ta njoh. Atë format mund ta njohin edhe programet tjera që merren me diagrama kështu, nuk jetë format i përgjithshëm. Ti e krijon me këtë, mund ta editosh me një program tjetër. Ndoshta është formati i dytë. Jo, do të them si e hape, se nuk e mbajtet e hape nëpërmjet browserit apo direkt te kompjuteri. Jo nëpërmjet browserit, nëpërmjet kompjuterit. Ja edhe një herë. File open from, nëse unë i them device Po je këtu te ky programi që ke aksesuar te programi, këtë do të thosha. Jo, kjo është si thon se file manager e Windowsit. Do të thënë kur zgjat këtë vjen në punë, vjen në loj file manageri që e ngarkon aty. E ngarkon tek kjo faqe.
Dhe kjo faqe e merr dhe e interpreton si diagram, hap diagramin. Po, ajo që kisha nuk është shumë e rëndësishme. Thjesht që ti po ta mbyllësh browserin dhe Mund ta mbyllim, mund ta provojmë, nuk ka problem, se ne tani po e ngarkojmë skedarin që është ruajtur në kompjuter. Po dhe provojmë po nëse do. Ne po ngarkojmë skedarin që është ruajtur në kompjuter, kështu që nuk ka asnjë problem. Po shkosh të hapësh. Po. Diagrams.net. Jo, unë po thosha direkt në të verifikuar të fajli. Jo, direkt të verifikuar të fajli nuk e hap. Mund nëse ke ndonjë ose nuk e di nëse kjo instalohet lokalisht, mund të ketë ndonjë ja këtë ky është mund të ketë ndonjë opsion që të instalohet lokalisht, por nuk e kam vënë re. Po. Nëse. Po do të hapësh një browserin dhe pastaj e ngarkon. Nuk është program që është instaluar në kompjuterin tënd, ky programi diagramave. Thjesht funksionon në browser. Pra, këtu kemi disa forma që mund të përdorim për diagrama, por kemi grupe të ndryshme me forma të ndryshme në varësi të llojit të diagramës që duam të ndërtojmë. Disa mund të jenë më të përshtatshme për diagrama të llojeve të ndryshme. Për shembull, kemi basic, arrows, flowchart. Për shembull, UML është një gjuhë diagramash që përdoret për të dizajuar një software, Unified Modeling Language, dhe këtu janë ato format përkatëse të një diagrame UML, për të ndërtuar një diagram UML. Këtë që di unë, këtë s'para në vesh. Entity relation mund t'jetë për databazat, ndoshta nuk jam i sigurt. Matematika ka gjë Kur matematikë. Tani, po të shikojmë këtu tek more shapes, ndoshta ka një grup diagramash për matematikën, por nuk jam i sigurt. Këto janë për network gjitha këto. Këto janë për business, forma të ndryshme diagramash, other, cabinets, infographics, electrical. Nuk besoj se matematikanë bëjnë shumë diagrama. Nuk pas ka për matematikën, nuk ka. Thjesht diagrama të përgjithshme ose disa lloje të veçanta diagramash. Por këto diagrama mund të ruhen edhe në Google Drive ose mund të ngarkohen edhe nga Google Drive. Për shembull, unë kam një diagram që e kam ruajtur në Google Drive, këtij user njëshit. File open from Google Drive. Authorize. Ky program s'ka lidhje me drive-in tim për momentin. Tani në moment që unë autorizoj, ai do ketë drejt të aksesoj drive-in tim që të ngarkoj. E autorizoj si përdorues user 1. Sepse sa kuptoj unë është edhe i pavarur nga Google apo jo. Jo, nuk ka lidhje, s'ka lidhje me Google, është i pavarësisht nga pamja jashtme duket një lloj si aplikacione të Google, por s'ka lidhje me Google. Dhe tani çfarë drejtash si edit, create and delete only the specified Google Drive files you use with this app. Okay, continue. Nuk e di ku mbet tani. Po vazhdo. Diagrams, tu kam rënë disa diagrama shumë bujun që kam bërë. Për shembull, diagram 1.draw, select, opening this window. Kjo është një diagram shembull që unë e kam gjetur diku, meqense kjo është shumë e madhe dhe nuk duket, ta shikoj këtu fit window. Edhe ma shfaq diagramën të plota, duke zbogluar. Nuk është se kjo ka në kuptim diagram shembull që e kam gjetur diku. Çfarë forme se kjo është pyetje e rëndësishme. Kurdo? Pyetje është duket e rëndësishme, sepse ne shpesh mund të modifikojmë diagrama ekzistuese. Po. Se sa të krijojmë diçka nga e para vetë. Për shembull, në çfarë formati do PDF-i që mund të gjejmë për shembull zakonisht për libra, PDF-i jo, nga PDF-i s'mund ta, sepse PDF ka një imazh brenda që shfaq ato diagrame, në përgjithësi, nuk besoj se ka diçka më të avancuar. Dhe imazhi nuk e ka ndot në diagram të editueshme. Me sa kuptoj unë.
Nuk besoj se bëhet. Po si mund të bëhet përpit? Çfarë mund të ka ndoshta ka soce të tjera që Plotësisht burimin që ka gjeneruar diagramën, s'ke dalin burim. Shpesh se gjen dot sepse ti ke një libër PDF-in online për shembull dhe mund të marrësh një screenshot. Po nuk mund ta hapësh në mënyrë të editueshme. Ti mund përpiqesh ta imitosh atë, mund ta ndërtosh edhe një nga e parat, një diagram, por besoj se çfarë kërkon ti tani, nuk e di. Jo, është programi i është programi i saj, i ekranit. Ok, le të vazhdoj, s'kem çfarë të bëj. Mua më do të vi se kam mësim tani 11. Mund të presësh edhe 5 minuta sa të shkojmë diçka tjetër? Apo ta mbarojmë? Apo ke ose po ashtu e mbyllim, s'ka problem. Mbyllim se kam mësim të shkoj që në orën 11. Okej, në rregull. Doja të tregoja edhe diçka rreth editimit të imazhe me programin tim, por po e lëm, nuk është shumë e rëndësishme. Më pëlqeu shumë mua kjo, do të thënë, se ti vazhdon do vi. Ka fikse kjo është e fundit. Paktën për këtë vit, nuk e di, vitin tjetër të shohim, ndoshta bëjmë një gjë tjetër. Kujtova atëherë, mirë s'ka gjë. Mirë, po e mbyllim për sot.